E njerëz të dashur, sot ndodhem në qytetin tim të Durrësit, në zonën e Spitalës, kam ardhur për të vizituar Zana Hill. E vizitova nga afër dhe ajo që përjetova ishte shumë më tepër se sa një vizitë e zakonshme. Që në momentin e mbritjes, rruga të shoqëron me një pamje të jashtëzakonshme, ku mes dheu shfaqet i gjerë, i qetë dhe madhështor, duke të përgatitur për diçka të veçantë. Pamja bëhet gjithnjë e më magjepse, ndërsa i afrohesh që nga obori, deti shtrihet përpara syve si një pasqyrë blu, ndërsa qetësia dhe natyra krijojnë një ndjesi rehatie të rrallë. Brenda restorantit, gjithçka është e menduar për të ruajtur lindjen me ambientin përreth. Fasata e xhamit të lejon të shijosh pamje në çdo kënd, duke të bërë të ndjesh sikur i je njëkohësisht brenda dhe jashtë, në mes të natyrës dhe artit. Ajo që të bën këtë vend vërtet unik është mënyra se si është përpunuar ambienti i brendshëm, është krijuar me dorë nga vetë pronari me një stil antik të frymzuar nga koha e lashtë, ku guri, forma dhe detajet të japin ndjesinë e një shpellje natyrore. Çdo cep flet për pasion, për kushtim dhe dashuri, për bukurinë autentike. Një nga përjetimet dhe gjëja që më ka lënë me të vërtet pa fjalë është vizita në tunelin e shpellës Zana Hill. Hyrja e saj është madhështore dhe të fton të eksplorosh më tej, ndërsa ndriçimi i vendosur me kujdes të shoqëron për gjatë gjithë tunelit, çdo hap të çon më thellë në një botë tjetër ku koha duket sikur ndalon. Në brendësi gjendet disa dhoma guri të krijuar me stilin e një epoke të lashtë gurore, ku çdo detaj është ruajtur me kujdes për të respektuar natyrën dhe historinë e vendit. Dalja nga ana tjetër e shpellës të dhuron një pamje të paharrueshme, ku i gjithë Adriatiku shfaqet përpara syve, sikur të mbajë në pëllëm të dorës. Zana Hill është një vend ku mund të shijosh qetësinë e mëngjesit, lindjen e diellit dhe po ashtu perëndimin magjik, që e mbulojnë gjithçka me ngjyra të arta. Është një parajs më vete, një hapësirë ku natyra e dora e njeriut dhe dashuria për detajet bashkohen me harmoni të plotë. Ajo që të bën këtë vend edhe më të veçantë është fakti se gjithçka është ndërtuar dhe përpunuar nga vetë pronari së bashku me djalin e tij, një punë e bërë me zemër që të reflekton në çdo gur, në çdo dritë, në çdo pamje. Tradicioni dhe kultura shqiptare ka treguar gjithmonë që individët shqiptar japin dhe prodhojnë në tokën e tyre. Në një bisedë e sipër me bashkëdhetarin tim dhe me pronarin e lokalit, i thash se të erdhi ideja edhe disi më përgjigj dëshira dhe vullneti për të punuar dhe për të dhënë tokës shqiptare. Prandaj ne ju presim në Zana Hill, se me vërtet do gjeni spektakël. Apo nuk do të flasim ka shumë për program. Zana Hill nuk është thjesht një restorant, ajo është një shpellë, është një përjetim që duhet jetuar. Ju ftoj të gjithë.